Përshëndetje, tema për sot do të jetë ankthi, duke qenë se është ndër më të kërkuarit dhe ndër problemet më të shpeshta që hasim në ditët e sotme. Praktikisht, kur në fakt ankthi është normal, është një ndjesi normale dhe kur realisht duhet të shqetësohemi dhe të kurojmë ankthin. Dhe pjesa e dytë e cila do të jetë në lidhje me kur disa sëmundje fizike ose kushte fizike mund të ngatrojnë realisht për ankth, por nuk janë ankth dhe sigurisht duhet të trajtojmë atë problem. E para, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ndonjëherë ankthi është një ndjesi tepër normale dhe supozohet të ndihemi ashtu dhe është shumë normale. Nëse kemi një intervistë pune ose nëse kemi një provim, supozohet që trupi jon të ketë një lloj frike. Frika është një emocion normal dhe ndonjëherë e bën njeriu që të shmangi shumë rreziqe në jetën e tij. Por kur ankthi mund të jetë një problem i cili ka nevojë për një kur dhe një trajtim të caktuar. Atëherë kur ankthi po prish realisht cilësinë e jetës tonë, pra ne kemi probleme me aftësi në punë, aftësi në shkollë, ne shmangim evenimente, objekte, situata të cilat janë të rëndësishme për ne dhe ne i shmangim vetëm për shkak të ankthit. Këto situata për të tjerët, të paktën për pjesën më të madhe të njerëzve duket sikur janë normale, ndërsa për ne duket se nuk funksionon kështu. Kur kuptojmë që në fakt nuk po marrim dot përgjegjësitë në familje, në shoqëri, po prishim shumë marrëdhënie për shkak të ankthit, jemi gjatë gjithë kohës të irrituar, jemi gjatë gjithë kohës sikur i kemi mendimet jashtë kontrollit dhe kjo gjë po na pengon të arrijmë diçka në punë, të arrijmë diçka në shkollë, të arrijmë diçka me marrëdhëniet njerëzore, me njerëzit tanë të dashur, atëherë ka shumë gjasa që të kemi simptoma të larta të ankthit dhe është e rëndësishme që t'i kurojmë ato dhe t'i trajtojmë ato. Por ka një grup ose një kategori sëmundjesh ose kushtesh fizike të cilat shumë shpesh ngatrojnë me anktin. Këtu përmendim sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet respiratore. Pra në rastin e sëmundjeve kardiovaskulare ne kemi rajë të shpeshta të zemrës. Kjo jo për shkak të ankthit, dhe pse shumica e njerëzve mund ta ngatrojnë dhe të thonë që në fakt kam ankth. Sëmundjet respiratore, si për shembull astma, mos mbushet dot me frym, përsëri mund të ngatrohet me një simptom të ankthit. Por kemi edhe shumë kushte të tjera fizike, si për shembull disbalanca hormonale, problemet me tiroiden ose kequshqyerja, të cilat mund të sjellë anemi dhe këto mund të kenë shumë simptoma të ngjashme me ankthin. Por ka dhe një grup të caktuar çrregullimesh mendore, si për shembull edhe depresioni, të cilat mund të ngatërohen me ankth. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptojmë nëse është vërtet ankth apo këto janë disa parametra trupor të cilat ne nuk i kemi në rregull. Përpara se të bëjmë një diagnostikim për ankthin, duhet gjithmonë të bëjmë një analizë fizike.